Në fshatin Kryekuq, si administrative Remas, bashkia Divjak, ka nisur më në fund rekonstruksioni shumë pritur i rrugëve hyrëse dhe ato lidhëse mes lagjeve kryesore. Prej vitesh, banorët kanë jetuar mes pluhurit, gropave dhe baltës, duke qenë shpesh pjesë e kronikave televizive që pasqyronin vështirësitë e tyre të përditshme. Situata ishte veçanërisht e vështirë për nxënësit, të moshuarit dhe automjetet, të cilët përballeshin çdo ditë me rrugë të amortizuara dhe mungesë ndriçimi në orët e mbrëmjes. Gjatë çdo fushate elektorale, banorët i kanë kërkuar politikës vetëm një gjë: rrugë të kalueshme, kanalizime dhe ndriçim. Këto kërkesa të thjeshta më në fund po marrin përgjigje. Sipas kryetarit të bashkisë Divjak, Josif Gorrea, projekti i nisur synon rekonstruksionin e plotë të rrugës kryesore të fshatit dhe degëzimeve në lagje. Fshati Kryekuq është pjesë e 100 fshatrave turistik të përzgjedhur nga qeveria shqiptare dhe përfshihet në projektet strategjike të zhvillimit rural dhe turizmit të qëndrueshëm. Televizioni Apollon, përmes kronikave sensibilizuese dhe bashkëpunimit me komunitetin lokal, ka qenë zëri i banorëve të këtij fshati, duke ndihmuar me nxitjen e këtij ndryshimi të shumëpritur.